Edhe reagimi i Trumpit i fundit ka qenë tek Truth Social, pra media e vërtetës, Është e tia kjo. Edhe thotë një qytetërim i tërë do të vdes sonte, thotë. Trumpi bën paralajmërimin e errët për Iranin. Presidenti amerikan Donald Trump ka postuar në Truth Social duke paralajmëruar se do të japë fund Iranit, një kërcënim për të cilin ka lënë afat mbrëmjen e sotme, pra të martës. Një qytetërim i tërë do të vdes sonte për të mos u kthyer më kurrë. Nuk dua që kjo të ndodhë. Por me shumë gjasa do të ndodhë. Pra, edhe thotë nuk do, po me shumë gjasa do të ndodhë. Dhe ka nda meje, po thotë nuk du. Qef nuk e kam, po do i lëshojnë ai gjokë shumë i fshi. Megjithatë thotë, tani e kemi një ndryshim të plotë dhe total të regjimit ku mbizotrojmë mendje të ndryshme, më të mençura dhe më me pak të ndikuara nga atë pushtet që kishte aty në atë religjon e tjerë. Ndoshta mund të ndodhë diçka mrekullisht revolucionare. Kush e di thotë. Do ta zbulojmë sonte një nga momentet më të rëndësishme në historinë e gjatë dhe më komplekse të botës. 47 vite, shantazh, korrupsion dhe vdekje. Më në fund do të marrin fund. Zoti bekoft njerëzit e mëdhenj të Iranit, thot Donald Trumpi. Dha bekim për njerëzit e mëdhenj të Iranit, ë? Po. Ashtu, do i bim, po ka dhe njerëz mëdhenj atje. Ka njerëz mëdhenj, për 27 vite ky domethënë ky sonte do marri bota me këtë çfarë presim çfarë do bëj. Si ra gjatë, po thjesht për me qenë sa më korrekt në atë siç ka thënë Trumpi. Ndryshoi rrjedhën e historisë, domethënë, aty ka fjalën ai. Po, 47 vite do s'kan qenë domethënë, do marrim fund. Zeroi sot ai. Zeroi sot Trumpi. Hajde. Ç'a lexon nga ky reagimi Trumpit? Se ka 2 ditë që po vlon nëpër media gjithandej. Po meqense është diçka e freskët, mbetemi se mëzuri çik pa pritur, kështu pa përgatitur tani, mbetet Po kjo është si vazhdi i asaj se çka kemi folë, çka kemi parë gjithë këto ditë. Si e lexon domethënë qendrimet e Trumpit, kohëve të fundit, ditëve të fundit. Dhe kjo domethënë pse është po e njëjta rrjedhje atyre se qendrime që ka pas, nuk është se ka ndryshuar në paktën në daljet e tij publike. Kështu është taktika, bën ca gab aty të rreq vëmendje. Çfarë do thotë? Preti që ndodhi realisht diçka sonte në Iran? Jo, asgjë s'ka për ndodhur sot në Iran. Kur vendosin këto data jashtë se shiko se mas i javë, mas 3 ditë do bëjmë neve këtë, asgjë s'ka për ndodhur. Ata sepse nëse duan të bëjnë diçka nuk është se e bëjnë të ditur kur bëjnë ai goditje kështu të fuqishme. Atë gjë e bëjnë ata pa pritur. Ai e tha këtë që të shkaktoj çik panik atje në Iran, ata fillojnë të aktivizohen për të marrë masat atje, s'ka për të bërë asgjë, edhe në momentin këto që do ulin atë mburojën e tyre, atë gatishmërinë, atëherë kanë për të bërë goditjen. Domethënë kur tha ai, tani do e bëj. Po, sot punor është. Brenda të martës, pra. Ndoshta llogaritë për javën tjetër. Si për se kuptova. Do përgatiten ata, se bëri këtë lajmërim Trumpi, do filloj të marrë masat Irani. Po. S'ka për ndodhur asgjë. Edhe ato pastaj do e ulin mbrojtjen e tyre, do fillojnë të relaksohen, aty është momenti ku ata do bëjnë sulmin pastaj. Po jo duket të lajmëruar ty. Shiko se po vi. Kjo vetëm edhe si logjik nuk qëndron. Nuk qëndron. Po çfarë do më tregu tjetër ky? Armiku të vjen aty ku se pret. Momenti që ti je në gjumë, momenti që ti je relaks e ke lëshuar atë mbrojtjen. Që ke kaluar ajo monotonia. Ajo çon avantazhet edhe në fitore. Po. Po jo ti thua se po vjen tani. Miku vjen ashtu. Po, atë lajmëron merr telefon, thotë që shiko se do kalojnë nga shtëpia nesër. Po me të morë që do me të heq qafe, do me të bravo, do me të sulmu dhe thot prisë do vinë se pritet të sikon. Do je me kallash kështu edhe ti do mpresësh. Po Trumpi njive për to tramplishet që bën do. Tramplishet. Që thotë un jam këtu, s'ka nevojë, ajo është aq i sigurt në vetvete. Aq lac, se s'po them atë shprehje tjetër. Der, do. Është Dak Biondi ai. Kështu që pastaj jam unë thotë ai. Si e kishim ne Truth Social? Truth Social, po. Kundërta. Gjithmonë kundërtën. Rregull i artë. Kjo është, besoj. Një hipotezë shpejt, kupton aty po çon. Po, i mendim tonë si e lexon, a mos po tregon edhe ky një shenjë dobësie, një shenjë jo me arrogancë është duke treguar çfarë dobësie. Nuk e pranojnë dobësinë ata. Jo, e pranojnë, po pranojnë në heshtje, pa e thënë.
Domethënë kur nuk i del, fillojnë e transformojnë. Kur thot për shembull që do kemi një javë paqe, nuk do i bim Iranit. Jo të si çapo thot ai, se atë si çapo thot ai është kjo që thua ti, arroganca dhe tregon akoma fortësia ndaj këtij. Po, ndërkohë që mos ka një lloj dobësimi tek ai në ai si pushtet, si Trump vet, edhe pse po aludon ka këto ditë të fundit po diskutohet sikur ai ka vdek. Vedi që gjë këtë tezën tjetër. Po, e kam dëgjuar. Edhe ka dalë njëri tani me lëkur Trumpi, llastiku. E ke dëgjuar këtë? Si është kjo? Po edhe mund të jetë e vërtet, Se pati para disa javë, më që kemi diskutuar që kishte një shenjë të keqafa. Po, çuditërisht që se kishte më parë. Po, që se kishte më parë. Po tani shiko se këto që punë madje është një, por nuk fliten shumë këto. Janë disa burime të tjera që nuk quhen serioze, domethënë në Amerikë që dalin i thonë që kanë shkuar kanë marrë, domethënë e kanë çuar te spitali ushtarak. Jo këtu në Shqipëri, jo këtë trauma këtu. Në Amerikë domethënë kanë shkuar kanë marrë nga shtëpia e bardhë dhe kanë çuar kështu në mënyrë urgjente në spitalin ushtarak amerikan. Shumë. Po, ka qenë gjendje jo të mirë, por këtë nuk e thot, nuk bëhet publike. Edhe nuk e di se çfarë mund të ketë ndodhur atje, që kanë dalë to aludimet ose diskutimet e tjera, hipotezat ose ku diun, që thonë që edhe mund të ketë vdekur. E njëjta me Netanyahu, domethënë që po thon tani që jo se kanë vrarë dhe po qarkullon akoma, po del mban fjalime publike, ndërkohë që mund të ketë. Ti vazhdon e beson akoma se Netanyahut? E beson që mund ta kenë vrarë, që nuk është Netanyahu ky që është? Po vazhdon i qëndron ti mendim. Po as nuk e përjashtoj ama, se e kemi thënë në disa emisione që në Izrael është një fabrikë atje që ka koleksion lëkurëra të ndryshme njerëzish sipas ADN-s, edhe i blejnë ata që duan të maskohen me lëkurë njeriu, me lëkurë tamam siç e kemi ne. Edhe ja vendos lëkurë llastiku. Ashtu ë? Edhe ja vendosin fytyrën. Origjinale fare. Ore sa rrin ta kuptosh. Do të jesh në një kështu sy skifteri që të shohësh ato detaje që s'shkon menja. Nëse që të qëndroj te kjo për ta mbyll tani. Që Trumpi sado që po bën si ai i fortë janë ndaj këtej për mos me ul veten, po ne në tërësi shohim sikur ka një lloj dobësimi të pushtetit të tij të Amerikës dhe një zmbrapsje të Izraelit dhe Amerikës. Fiks zmbrapsje është ajo. Po ky thotë jo, unë jam tu, po ndërkohë që në realitet ne po shohim të tjetrën apo jo. Realitet, ai që do të që mendon që çon çik më tutje asa që i japin, që i paraqesin, në fund tek ajo del, ajo është mbrapsje. Le të thot ai që nuk do i bën. Po nuk e lejon vetes, edhe bën si prit, unë jam tu, ja do të bëj këtë, do të bëj atë. Që do biri gjithë ajo autoritet kaq çekullor i Amerikës tani, Amerika e pamposhtur, ajo zotin tokë këto, siç e kanë bë idhull disa Amerikan. Kur ta shohin që do të coptohet, pastaj do kënoqen. Kur thot për shembull që do bëjmë një armë pushim një javë, kur e kishte të parë ca kohë, kjo është nga që nuk i doli plani ashtu siç i kishin menduar, bën një tërheqje për një lloj riformimi të asaj të planit që duan të lançojnë të rradhës. Po jo se u treguai mirë dhe u zgjua një ditë me dorë në zemër dhe tha se prit se po më vjen keq se do e bombardoj këtë javë. Është pastër për këtë arsye, se ata duan me të zhduk direkte. Kush e kundërshton Amerikën do ta zhduki sa më shpejt. Nuk ka kështu armë pushime kohra të ndërmjetëshe paqeje. Po se duket e kanë ngjetë zgoshtën sharë aty. Shara në gosht, edhe bëjnë këtë tërheqjen. Edhe paraqesin domethënë se kur është fazë negociatash edhe mund ta gjejmë me diskutime dhe kështu që s'është nevojë ti bim. Po është tërheqje që të marrin masa të reja, nuk i doli iniciativa e tyre herën e kalume edhe ka zëra Alex që thonë që kjo luftë parashikohet deri në 2030-ën dhe 20 tjetër thotë që edhe nga Shqipëria po bën thirrje, domethënë nga poshtë që s'po merren vesh, domethënë nuk po bën drejt për drejta dhe publike që të shkojnë të marrin pjesë në kjo luftë. Po qëndrojmë tek e para. Kur e parashikon të mbyllet? Ti ke thënë deri në fund vitit? Ajo që po zhvillohet në Iran? Po, për Iranin. Sa do zgjasi? Po. Një vlerësim i shpejt të paktën deri në shtator. Deri në shtator, që ke thënë po deri në fund vitit, po them shtatorin. Po edhe atëherë në fund vitit mund ka shku, besoj. Po me këtë që deri në 2030-ën mund shkojë deri në 2030-ën kjo? Jo, deri në 2030-ën duhet të kenë mbyll vrimat tjera këta satanistat.
në lidhje me këtë Me botë. planin e tyre, që Po, bëjnë. agendat e tyre. Po, Dhe kanë listë të gjata do duan të marrojnë, po tani një nga ato të lista ishte kjo çështja e Iranit, se duan me bojë Izraelin e madh. Po me këtë që duan Aneksohen. përfshin edhe popujt të tjerë që po bëjnë flitet që bën thirrje edhe në Shqipëri që të shkojnë të marrin pjesë në këtë kjo luftë. Tani ata të këqinjt atje duan A që beson këtë gjë që mund duan të përfshin vende të tjera te kjo luftë. Dy polet kundërshtare aktualisht Izrael-Amerik, Iran, Rusi, Kore, po mirë, nëse këto janë në sfond. Po ato që shohim në skenë Irani. ato të dyja. që kanë dalë po. Tani përpjekja e këtyre të këqinjve është që ti duhet të pozicionohesh. Po jo, mos qëndrosh neutral. Nuk na intereson ka do zgjedhësh. Mjafton të dëshirosh luftën.